Nën dritat e skenës, muzika, parad dhe iluzioni i famës. Tregu muzikor ka qenë gjithmonë një arenë ku përplasen dritat dhe hijet. Pas çdo note që shpërthen në altoparlant, pas çdo duartrokitje që mbush sallën, fshihet një ekonomi e tërë emocionesh, ambiciesh dhe çmimesh. Në netët e nxehta, kur klubet gumëzhin nga turmat e etura për argëtim, çdo artist bëhet një yll që shkëlqen për disa orë. Por sa kushton ajo dritë? Prej vitesh, tarifat e artistëve kanë qenë temë debati, si në përzyrat e menaxherëve, ashtu edhe në rrjetet sociale. Një menaxher me përvojë, Gjani, ndau së fundmi një pjesë të së vërtetës që rrallë thuhet me zë të lartë. Në një rrëfim të sinqert, ai pranoi se tregu muzikor është një terren i lëvizshëm, ku vlerat e artistëve ngjiten dhe bien si tingujt e një melodie që s'ka fund. Një artist është një herë në muaj në klub, tha ai. Më shpesh konsumohet imazhi. Pagesa është personale. Shifrat që qarkullojnë në publik shpesh janë manipulime. Në këtë botë ku çdo performancë matet me euro, skena shpesh humb ngjyrat e saj të gjalla. Plaj Backu zë vendin e këngës së vërtet, dritat maskojnë lodhjen dhe gjithçka përmblidhet në një shifër. 60.000 euro për një natë. Një natë që për publikun është magji, por për artistin është edhe peshë. Një peshë që matet me pritshmëri, me sukses dhe me imazhin që duhet të mbetet i paprekur. Në mesin e emrave që ngjallin kurreshtje, Gjensila Myrteza i mbetet një nga figurat më të kërkuara. Ajo, që ka ndërtuar një karrierë mbi disiplinë dhe elegancë, ka mbajtur fronin e më të paguarës në sezonin e verës. Çmimet e saj variojnë nga 15.000 euro për një natë në Shqipëri, deri në dyfishin e kësaj shumë e jashtë vendit. Ndërkohë, edhe Dafina Zeqiri, me stilin e saj të veçantë dhe prani të fortë skenike, mbetet ndër artiste që mbushin hapësirën muzikore me vlera dhe ndikim. Por tregu, ashtu si deti, ka dallë. Viti i ri dyfishon çmimet, Ramazani përgjysmon, dhe çdo fest kthehet në një betejë për vendin më të mirë në podiumin e vëmendjes. Në rast e festash, klubi fiton, por kur futet konkurrenca, gjithçka trazohet, shton menaxheri. Në horizont, ndërkohë, shfaqet një emër i ri, Finem. Një zë që ka bërë shumë zhurmë, siç thot Gjani, një surprizë e mirë, një talent i papritur që po sfidon sistemin. Ai është simboli i brezit të ri, që kërkon të thyejë rregullat e vjetra të tregut dhe të dëshmojë se suksesi nuk matet vetëm me çmime, por me ndikim. Në fund të ditës, tregu muzikor mbetet një pasqyrë shoqërisë son, një përzierje dëshirës për art dhe etjes për fitim. Dritat ndizen, muzika fillon dhe për disa orë publiku haron gjithçka. Por pas çdo kënge, diku në prapasken, një menaxher llogarit, një artist reflekton, dhe tregu vazhdon të frymojë në ritmin e vet të pandalshëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.